Nuk kisha nxjerr Kristin, se Kristi është lojtari i fortë, e kisha nxjerr pastaj, meqense kam konflikt me Inën. Po ty ti nxjerrë. Patjetër që po. Unë e di ç'a baj. Dakord. Kaç. Unë me tek veprim ju bëna gjithë shtëpisë, ju bëna me fol për mua. Bukurosha e tjetër që ishte tu fjesë, tash ju bëni gjithë me fol për mua. Ajo, ta thash unë. Për gjestimin jeni çu gjithë po mirëni me gjestin tim. E dini juve që Brikena sikur të më kishte dëgjuar mendimin tim kam folur, domethënë që atë logjikën që kam përdorur në Pix About kur bëra videon, që thash, e shikoj në disa këndvështrime ose dua ta shikoj unë mbasi në këndvështrimet më pozitive. Që jam shtri se po përtojmë të ngrihem atje, se të shim ka vajtu gjaku fund kemve se kam bërë gjitha ato video. Se aq shumë sa bëjnë këta, normale. Dhe i tha Mirit në një moment, ti ku situata krevatit ty, ti ku situata krevatit, prandaj thua pse zgjodha. Edhe me Lornën i tha, pse këto zgjidhja, ty do zgjidhja normale e bërë, ja dhash aty gjithë të vëmendjen, nuk e di se çfarë drejtin tha, po tha ato që thash unë mëngjesët. Domethënë, e pas ka përdorur këtë lloj logjike, siç e thash unë që të heqë vëmendjen nga krevati. Nëse keni dëgjuar po të shikoni, kërkoni te video më parshme që ka publikuar sot në ora 10-11 e mëngjesit, edhe e kanë thënë këtë lloj opinioni, se po më vinte edhe pak keq me thënë drejtën, se si të gjithë komentatorët për shembull, ata që shikojnë na rrjetet sociale, Bigun edhe ata domethënë janë çuar Brikenës kot e kanë kryqëzuar kot. Ndërkohë goca tash tha shumë bukur që për çfarë e bërë. Dhe shumë bukur është lëvizje shumë e zgjuar, strategjike. E ka marrë gjithë tani vëmendjen. Një të kapur Mateon brenda sa mbaroi prami kam parë vetëm me këta dy sy, deri në orën 3:30. Kapi Mateon te bari, ishin ulur atje tek veranda, pastaj e çoi te bari atje duke folur për sa i përket gjithë situatës. Puthje ke putur, s'ke putur. E ke putur apo s'e ke putur? Kështu këtë mua bët puthje. Si për ta treq gjithë dhe patit e që për te vetja. Po gabim bëri që, se neve që e ndjekim për shembull mirë Bigun, ne e kuptuam. Se nuk ham byk, e kuptoni, nuk ham byk. Nuk kemi se ata që ndjekin në rrjetet sociale, nuk kemi si Monika, e të keqen, se Monika i bën në rrjetet sociale, i bën dhe spakun, po që të ka mua beti, ne ndjekim live, kemi marrë paqetën digital, 269 euro, e morë me ofertë, e kemi bjerë për të parë Bigun. Edhe ta ka mua betin që i pash gjitha me radhë, edhe ta shi që ka bërë e ka trejë gjithë vëmendin, po pse e tregoj? Më mi mos a tregonte që ta hante mola Lornën. Mola le ta hante Lornën, mola. Se do një të thëmë, shiko, me thënë të vërtetën për mua, mbaj e shnoj këtë video, kështu favorit këtë video që ta kesh kur mëroj Bigu. Pari Kristi, dyta Selina, Brikena, Mateo, Miri, 5. Nëse nuk është një nga këta, i 6 mund të jetë Senaldo. E meriton, kjo ngjelet për të parë, por flasë në bazë situatëve që është krijuar, se gjithë situatë të këta persona rrëtullohet. Te këta po rrëtullohet. E kupton, këta tjerë të janë mbushin atë. E kep një parasysh që ha buke dhe ta ha çikën përsi për të plotësuar boshllëqe vogla, kështu janë këta tjerët. Për mua këta 5 finalistë që duhet të janë këta deri ta shtin këtë pikë të lojës data 18 janar 2025, 5 finalistë ka Bigu deri më sot.